Rikthehemi në studio, do të flasim për sport në këtë pjesë të fundit të MCN Informacion. Do të më bashkohet trajneri i futbollit Samuel Nika. Nika, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Flasim pak për kampionatin, mes javën e ndeshjeve që luan, mbyllet gjysma e garës. Çfarë ke lexuar deri në këtë moment? Thonë drejtën edhe në lidhjen e fundit që kam thonë që Egnatia është skuadra kryesore për me u bë kampion edhe e përligji këtë parashikimin tim këto javë të fundit që Egnatia është me meritin krye të klasifikimit. Pjesa tjetër aty janë, bën përshtypje pak Vllaznia e cila e humbi atë ritmin e fillimit, por shpresoj që ajo ta kapin pak shpejt vendin edhe në këtë fazën e dytë atëherë shkojnë edhe aty ku ka kanë tjetë në luftë. Edhe formohet një katërshe që për mendimin tim është katërshe aktuale me Elbasanin edhe me Dinamon. Janë katër skuadrat më të mira dhe e përligjin renditja atë pjesën se çka kanë dhënë skuadrat deri tani. Pra, mund të themi që Egnatia dhe Dinamo janë dy ekipet që prodhojnë futboll? Janë dy skuadra që kanë futboll më të bukur ndoshta se sa Elbasani se Vllaznia, pavarësisht se edhe Elbasani ka bërë një futboll pragmatist, ndoshta jo shumë i bukur kështu për synin e shikuesave, por ka qenë shumë pragmatist edhe i ka marrë pikët edhe me plot merit ashtu aty. Vllaznia pat javën e fundit një luhatje të cilën mendoj që tana skuadrat do të kalojnë dhe është më mirë që Vllaznia ka kalu tani se sa me kalu në pjesën tjetër të kampionatit, në pjesën e dytë që është edhe më vështirë atje për me rikuperu. Cila është ndeshja nëse mund të themi që tregoj që Elbasani ka probleme? Po mendoj që ndeshja fundit, një skuadër që do të bë kampion duhet me fitu në Ballsh. Pavarësisht që Ballshi është fushë e vështirë dhe ka ekip shumë mirë, po përdesa do të bë kampion ekipet e 6-2 duhet mi mujtë brenda jashtë. Megjithatë, edhe kjo pjesa e përgjysmimit pikëve, mendoj që i ka dhënë fort më tepër lezetëk këtij kampionati, sepse kur u ndashin katërshat që u bëte ajo kështu si sistem kupet, nuk ka kënë mendoj unë skemet adekuate. Kurse tani çdo ndeshje ka rëndësinë e vet edhe këto 6-2 ti duhet i marrësh pikët e plota nëse do të bë kampion, sepse përgjysmimi pikëve përmend që e minimizon pak atë diferencën, por çdo pikë është e rëndësishme me fjalën me këtë skem. Tirana vjen të mërkurën, sa garanton kjo skuadër? Po Tirana me gjë shpret këtë fazën e merkatos të janarit që me bë ato rekuperimet në lojtar, që të marrin disa lojtar cilësor, por mendoj që ka lënë shumë pikë edhe e ka humbur atë ritmin e skuadrës e cila do me shku tek play-outi ose për me pështu direkt. Mendoj që Tirana e ka shumë vështirë me u kap, më vjen keq sepse Tirana është ekipi ikon i kampionatit shqiptar, por historia dhe gjeografia e futbollit ka ndryshuar këto kohë të fundit. Edhe nuk po lun më rol tradita, nuk po lun më rol ajo çka ke dhënë, por ajo që mundesh me dhënë. Partizani, flasim pak për Partizanin. Çfarë mund të themi për ngjitjen, atë bën përshtypje pavarësisht faktit që u mund nga me Egnatian në ndeshjen e ditës së premte. Nuk e di nëse e kemi Samuelin, kemi një shkëputje, jemi duke komunikuar drejt për drejt me trajnerin e futbollit Samuel Nikaj, po flasim për superioren, luan edhe aktin e fundit për vitin 2025 superioria, skuadrat, le të themi, pretendente Egnatia, Elbasani, Dinamo kryesojnë dhe presojnë. Ndërkohë Vllaznia ulet në një gjendje tjetër e pamndryshe në fillim, ndërkohë që ka një ulje në dhënien e këtij futbollit bukur. E kemi Samuelin sërish, po flisnim për Partizanin në fakt. Partizani mendoj që bani mirë. I kaloi asaj zonës të rrezikshme, tani për momentin Partizani sot ka një ndeshje shumë fort derbi, nëse sot do të marrin fitoren, do të vazhdojnë me hapin, por nëse do të humbin edhe sot normalisht që e ka pak vështirë për me u kapën katërshe, por me rëndësi mendoj që Partizani këtë vit është që të ikën zonës stoftë edhe të promovojnë lojtar të ri, lojtar që i ka për treg, për shitje. Dalim pak më shumë tek Vllaznia, po flisim në fakt, kemi bërë tjera diskutime në fillim të kampionatit për Vllaznin, për mënyrën e futbollit që po sillte, fitoret e një pasnjëshme, ndërkohë që jemi në një tjetër
diskutim tani më. Një situatë krejtësisht jo normale, le ta themi. Martini ka hedhur poshtë shkaqet e këtyre problemeve të brendshme, por në fakt reflektohen në problemet financiare. 9 javë vetëm me një fitore, vllaznia. Me thonë drejtën shumë pak, është një periudhë e keqe, një periudhë jo. Dije që edhe në Shkodër momentin që ka këto dhe luhatjesh, presioni është shumë i madh dhe është shumë vështirë që më fute në linjën që ka kenë më përpara. Realisht në bazë fjalëve, sepse unë jam larg edhe unë punoj në Borrell dhe nuk ka se i di shumë nga afër gjendjen e vllaznisë, mundet që ka edhe probleme të kësaj natyre që nuk i ka rrogat, por momentin që i merr rrogat, atëherë problemi është se nuk mund të rikuperosh shpejt. Prandaj them që tek vllaznia duhet i herë mballë parë të marrim rezultat pozitiv me flamurtarin, që është shumë e rëndësishme. Edhe atëherë pushimi na nepat pjesën e stabilitetit ku mundena me u fut edhe herë te ajo vllaznia që ka qenë, sepse i ka lojtarët, e ka stafin e mirë, nuk ka se mendoj që ka probleme të mëdha me lojtarë trajner në kësaj natyre, po thjesht jo këta problemet e rrogave edhe ndoshta kjo ndiku, por unë mendoj që të kthehem te pjesa sportive që lojtarë që kanë ardhur pa pas përgatitore edhe luta e kampionatit i ka që mas me bërënshim, se në qëtë e parë kanë qenë freskit dhe këtë e përpëzë kur vetë në neshë, atërë normalisht që bjenë forma e lojtarëve. Tani në këtë të sepse për ndryshe mund të humbin në vendin e katërt, gjë që nuk është normale. Kërkoj një skuadër që është mes 5 ekipeve më të mira dhe që ndoshta presionon 4-shen më të mirë deri në këtë moment është Teuta. Mund ta quajmë fenomeni Teuta, është vërtet kështu deri tani? Po Teuta, me thënë drejtën, është skuadër që ka emën, që vitet e fundit ka qenë gjithmonë aty, edhe para disa viteve, 2-3 vjet diçka ka qenë edhe kampion. Teuta ka rujtë dhe boshtin e lojtarëve që ka pas vjet. Ka bërë shumë barazime, në qoftë se mund të them kështu është kampionja e barazimeve, pra është një skuadër e fortë, sepse e kanë vështirë me mujt ekipet, por nuk e ka pas këtë pjesën cinike, cinizmin edhe ndoshta ata kualitetet e individ që bëjnë në sulm diferencën që me fitur një ndeshje, sepse ndoshta në këto barazime që ka pas sikur vetëm 2 barazime ti kish përkthyer në fitore, kish kanë në katërshe. Mendoj që skuadra e fortë edhe është pretendente për më shumë se sa Partizani për më kap në katërshe, mendimi. Samuel, deri në këtë moment e Majsa edhe ke parë dhe gjykon në këtë kampionat. Kampionati ka mungesë lojtarësh për gol apo nevojiten ndërhyrje të tjera për klubet, për mbrojtjen, për sulmin në muajin janar për shembull? Po, unë mendoj që ne problemin e kena tek pjesa e asaj që trajnerët nuk po kanë shumë stabilitet, po ndrohen shpesh edhe janë shumë të mvarur për rezultateve, nuk po ka projekte që me dhon besim që ti je trajner edhe vazhdo punën, edhe po mundohen me bë lojë praktike që vetëm mos humbin. Po i deklarohen shumë asaj fazë defensive, vetëm mos humbim edhe po kanë pak frikë me marrë iniciativa me kalu në aventurë që me e fitu ndeshjen, po pajtohen me barazimet. Mendoj që tek mënyra e lojës, me fjalë është më tepër se sa tek pjesa e cilësive, sepse mendoj që këto skuadrat kryesore kanë ekipe të mira dhe kanë cilësi. Disa klube kanë probleme me merkatot e mbyllura, kjo edhe për shkak të mos likuiditetit. Një diçka e tillë e ka dëmtuar imazhin edhe besimin edhe për lojtarët e huaj të ardhur në Shqipëri. Po, çfarë më thonë, janë këtë probleme që ndikojnë edhe kjo është një pjesë që ndikon për marrë lojtarët e mirë, megjithatë duhet punohet më shumë me elementin e ri. Edhe mundet me pa ekipet që kanë probleme me pa edhe në kategorinë e parë ku ka lojtarë të mirë, mundet me marrë lojtarë. A ka treg janari dhe mund të ekipet të kenë edhe ndërhyrjet e fundit? Ja, me thonë drejtën janari është i varfën, mendoj, për me bë ndryshimin. Mundet 1-2 lojtarë me i kap, por nuk ka se mundesh me kap më shumë. Mendoj që në janar ekipet që futen në janar veç e prishin sistemin, më shumë se sa e rregullojnë.
Cila është katërshja finale në fund të këtij kampionati në gjykimin tuaj? Po mendoj që katërshja është i keq jashtë, mendoj unë. Vetmi rotacion që mund të jetë Teuta nëse futet në valle, por ka me pas vështirë sepse kjo katërshja është katërsha e fortë. I kanë resurset, i kanë lojtarët, i kanë marrë pikë shumicën sepse gjysa e kallzon. Sepse ka kalu gjysa kampionatit edhe e kallzon pak a shumë atë finalen, mendoj që kjo katërshe nuk do të preket, mendoj unë. Cila është surpriza e këtij kampionati, qoftë për rezultat negativ, qoftë edhe për rezultat pozitiv që ka treguar? Unë them se Elbasani është surpriza. Elbasani mendoj që ka surprizë, ka marrë më shumë se sa ka mendoj. E qartë. Mirë, Samuel, faleminderit që ishe në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit. Mirë, ne kemi ardhur kështu edhe në fund të MCN informacion për ditën e sotme. Faleminderit për vëmendjen.